Alo. Alo, Armel, që bën? Hey, Kyori, hiç në shtëpi po xheroja një fashion haul, një për summer kështu. Shumë mirë, shiko. Jam në spital edhe... Që po thua, moj? Po. A jenë mirë, që ka ndodhë? Po, jo, thjesht një problem shëndetësor edhe nuk e di. Duket se Ke nevojë për gjë? Po, më duket se më duhen, se di, a do mi gjesha, po... Qa duhet mas thuari? Më duhen 10.000 euro. 10.000 euro, gjoti. 10 milion lek, se 10.000 euro janë bërë tani, pak po, 10 milion lek. Ose di... Po, sa ditër duhen, se i gjejmë, no problem, pys një të tre vënde. Po, me pys një të tre vënde, i gjej, po. A i ketia, po... Sa dit? Jo, nuk i kam, unë i kam, po... Jo, më duen, I kam për pagesa, po që t'i gjej bën, të duen sot. Të duen sot. Po, më duen sot, deri në darkë më duen sot, me pa tjetër. Okej, se t'jap të mjetë, nuk ka problem. T'jap unë. Takojemi... E sigurt? Se nuk duhet të prish punë? Jo, është banka hapur deri nga ora 4, besoj, i ki tërhequr brenda gjysmore dhe takojemi, okej? Okej, mi bëj gati, Armela. Armela, bravo. Nuk i duat. Okej, sili ato 10.000 euro, po janë mirë. Edhe mua dhe Eki, ka dhejta do kuj. Janë të shëndritin në Kosovë dhe... Ose shëndriti dhe prengsat e ti, di si po mbre zemra. Edhe mua po mbre zemra që të bënjeva ti. Kjo ideja e spitalit ishte e vetë Gjodit, nuk i ta. Okej, këtë dhuratin që kam fituar do të ndajmë ba. Ej, bravo. Të fut. Ere shëndriti, okej? Okej. Ciao. Ju përqafoj fort. Ciao. Sa e mirë, o Bravo. zota. Gjodi, e pjesar final. Bravo. Ama U dhe ti, emocionova, shumë u emocionova. Mos jam ka në 10.000 spital euro. direkta.